Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra, me Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm komenti i shkrimit shenjtë. Jemi në datën 3 gusht e Kisha Jonë Ortodokse na nxit lexojmë nga letra e parë apostullit Paul drejtuar Korindasve, kapitulli 15, vargu 12 deri vargu 20. Le ta lexojmë dhe ta interpretojmë sipas etërve të kishës. Por në qoftë se predikohet se Krishti u ringjall prej së vdekurësh, si atëherë disa nga ju thonë se nuk ka ringjallje të vdekurve. Në qoftë se nuk ka ringjallje të vdekurve, as Krishti nuk u ringjall. Por në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, predikimi ynë është i kotë, dhe i kotë është dhe besimi juaj. Atëherë dhe ne do të ishim dëshmimtar të rrem të Perëndisë, sepse dëshmuam për Perëndin se ai ringjalli Krishtin, të cilin ai nuk e pas ka ringjallur, po të jetë se me të vërtetë të vdekurit nuk ringjallen. Në qoftë se të vdekurit nuk ringjallen, as Krishti nuk është ringjallur. Por në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, i kotë është besimi juaj. Ju jeni ende në mëkatet tuaja. Edhe ata që fjetën në Krishtin janë të humbur. Në qoftë se shpresojmë në Krishtin vetëm në këtë jetë, ne jemi më të mirët e të gjithë njerëzve. Por tash ti Krishti u ngjall prej së vdekurve dhe është pryti i parë i atyre që kanë fjetur. Pra, kjo është pjesë nga letra apostullit Pavli drejtuar Korindasve, dhe apostulli Pavli këtu mbron doktrinën e ringjalljes. Por sipas etërve do ta komentojmë dhe le të fillojmë varg për varg. Por në qoftë se predikohet se Krishti u ringjall prej së vdekurve, si atëherë disa nga ju thonë se nuk ka ringjallje të vdekurve? Shënjë janë gojarti vëren se apostulli Pavli nuk fillon duke qortuar, por duke arsyetuar. Ai u kujton Korindasve atë që tashmë e pranuan, Krishti është ringjallur. Prandaj është kundërthënie të pranosh ringjalljen e Krishtit dhe të mohosh ringjalljen e njerëzve. Shën Augustini shton se Krishti nuk u ringjall vetëm për vete, por si kreu i trupit të tij, të kishës pra, ai u ringjall për gjithë besimtarët. Nëse kreu është gjallë dhe gjymtyrët do të marrin pjesë në të njëjtën jetë. Prandaj ngjallja e Krishtit është të shpresa e ngjalljes sonë. Edhe sot ka shumë njerëz që pranojnë Zotin Jezu Krisht si mësues të mirë, e pranojnë edhe ringjalljen e tij, por në vetvete ata shikojnë ringjalljen e të vdekurve si diçka jo të vërtetë. Pra, këtu kemi një paradoks. Si mund të pranosh që Krishti u ngjall për së vdekurës dhe feston dhe Pashkën, por nuk pranon dhe nuk jeton me këtë besim se edhe të vdekurit do ringjallen dhe do paraqiten përpara Zotit. Apostulli Pavli tregon se besimi krishterë nuk mbështetet në një metaforë, por në një ngjarje reale, si të ngjalljes së Krishtit, por që si ngjallja e Krishtit do jetë dhe ngjallja jonë. Ai është i pari i të gjallëve dhe është ajo çfarë na tregon se si do bëhet ngjallja e jonë e gjithë njerëzimit, po në mënyrë veçantë e besimtarëve. Në vargun 13 lexojmë: në qoftë se nuk ka ringjallje të vdekurve, as Krishti nuk u ringjall. Shën Theodoriti thotë se apostulli Pavli përdor logjikën këtu. Nëse mohohet parimi i përgjithshëm, bien edhe rastet e veçanta. Nuk mund të pranosh një përjashtim duke mohuar vetë realitetin. Pra, besimi nuk mund të ndërtohet mbi zgjidhje personale, unë këtë e besoj se këtë nuk e besoj. Por besimi, si them, ndërtohet mbi dëshmi dhe mbi doktrina, dhe një nga doktrinat themelore të kishës, madje dhe kremtja më e madhe kishtare, dhe ku rrotullohen gjithë kremtet e tjera, si satelit është ngjallja e Krishtit, Pashka. Kështu që kjo jo më kot është bërë, sepse këtu është gjithë dhe qëllimi i besimit ton. Pra ne nuk jetojmë ose besojmë për të vdekur. Ne besojmë për të jetuar jetën e përjetshme, për të ringjallur në Krishtin dhe për të bashkuar me Krishtin në përjetësi. Ai ka një tërësi që lidhet në mënyrë të pandashme, pra ngjallja e Krishtit me ngjalljen tonë. Kështu që ata ta shqyrtur besimtar që janë skeptik ose dyshues ose ironizues kur flitet për ngjalljen e të vdekurve, patjetër që ata nuk besojnë në ngjalljen e Krishtit dhe ata nuk mund të quhen të krishterë. Lexojmë në vargun 14 ku na thuhet: por nëse Krishti nuk është ringjallur, predikimi ynë është i kotë dhe i kotë është dhe besimi juaj. Pra, Shën Joan Gojarti thotë se Shën Pavli nuk e mbron reputacionin e vet, por të vërtetën e ungjillit. Nëse Krishti mbetet në varr, apostujt predikojnë një mashtrim, janë mashtrues. Shën Augustini shkruan se kryqi para ngjalljen do të ishte vetëm vdekja e një njeriu të drejtë, pra një vdekje tragjike, jo një fitore mbi mëkatin dhe vetvdekjen. Krishterimi nuk mbështetet vetëm në moral apo filozofi, qendra e tij është fakti që Krishti jeton. Po si jeton Krishti? Ai vdiq si njeri, por u ngjall si Perëndi njeri. Dhe kjo është dhe shpresa e ngjalljes sonë.
Vargu 15 na thot, atëre edhe ne do të ishim dëshmitar të rend të Perëndisë, sepse dëshmuam për Perëndin se ai ringjalli Krishtin, të cilin ai nuk e pas ka ringjallur, po të jetë se me të vërtetë të vdekurit nuk ringjallen. Si ti kuptojmë këto? Shënjan Gojarti thekson përësinë e apostullit Pavlit. Ai vendos në provë edhe veten e vet. Nëse Krishti nuk është ringjallur, apostujt dhe vetë apostulli Pavli është një dëshmitar i rrem. Kjo tregon besimin e tyre të plotë se e kanë parë Krishtin e ngjallur. Apostulli Pavli nuk ishte bashkë me apostujt kur Krishti u shfaq i ngjallur tek ata, ose tek dishepujt, por e pa Krishtin më vonë të ngjallur, e pa kur ai po shkonte rrugën për Damask, dhe Krishti i ngjallur i lavdëruar u shfaq apostullit Pavlit, Saulit, pastaj u bë apostull Pavli. Dhe kështu ai tashmë ka një përvojë jo thjesht duke dëgjuar, por dhe të parë Krishtin e ngjallur. Prandaj dhe ai u bë apostull i kombeve. E vërteta kërkon përgjegjësi, krishterimi nuk fton njerëzit të besojnë verbërisht, por mbi dëshminë atyre që pohuan se pan Krishtin e ringjallur. Prandaj duhet të vëmë gjithmonë mendje në punë. Patjetër që dyshimi futet sepse e fut fryma kundërshtare, por dhe racionaliteti ynë ne nuk arrim do të kuptojmë misterin e ngjalljes, se si një gjë e vdekur e kthyer në plurën e hi dhe mund marrë formë trajde të ngjallet përsëri. Por tu flasim për veprimet e Perëndisë. Dhe duhet fusim gjithmonë racionalitetin. Dhe ngjarja e Krishtit ngjallë nuk është një mit, është një realitet. Varri i bosh tregon se trupi i tij nuk u voll, por ai person që ishte varrosur aty u ngjall dhe u shfaq. Dëshmia e apostujve, e dishepujve, dëshmia vetë apostullit Pavli, që në fillim ishte një kundërshtar i rrugës, i krishterimit, i Krishtit të ngjallur, tani është ai që dëshmon për Krishtin e ngjallur dhe pranon të persekutohet nga tjerët sepse pohon Krishtin e ngjallur. Kjo është një dëshmi, se apostulli Pavli nuk ishte një çmendur, as një mashtrues, por ishte një njeri që dëshmonte ngjalljen e Krishtit sepse kishte parë Krishtin e ngjallur. Kjo pra duhet na bëjë dhe neve të besojmë dhe jo të jemi dyshues se ngjallja e Krishtit është vërtet një realitet, por ngjallja e Krishtit është ngjallja e gjithë besimtarëve. Dhe flasim edhe për vargun më poshtë, vargu 16, nëse vdekur nuk ringjallen, as Krishti nuk është ringjallur. Tashmë apostulli Pavli e vulos argumentin për ta ngulitur atë në mendje. Shën Gojarti thotë se përsëritja është mjet pedagogjik, pra ai e përsërit faktin që ta ngulisi atë në mendje, që mos largohet çdo hije dyshimi. Edhe ne kemi nevojë të rikthehemi vazhdimisht te themelet e besimit, sepse pa këtë themel gjithçka humbet kuptimin. Prandaj, ashtu si një ndërtesë duhet gjithmonë të kesh kujdes te themelin, nëse ato fusin në ujë ose ka lëvizur, duhen me remetuar sepse bie ndërtesa. Edhe tek neve duhet të rikthehemi këtyre doktrinave, ti lexojmë, ti arsyetojmë, ti përjetojmë, sepse ato janë themelet e besimit tonë. Nëse ne dyshojmë në ngjalljen e Krishtit, atëherë gjithçka humbi, u shkatrua themeli besimit tonë, por jo vetëm në ngjalljen e Krishtit, por dhe në ngjalljen tonë. Është e njëjta gjë, sepse ka një lidhje ngjallja e Krishtit me ngjalljen tonë, dhe ngjallja jonë është besueshmëri për ngjalljen e Krishtit. Flasim për vargun 17, por nëse Krishti nuk është i ringjallur, i kot është besimi juaj, ju jeni ende në mëkatet tuaja. Vazhdon apostulli Pavli argumentin racional për t'i bindur dyshuesit. Shën Augustini shpjegon se ringjallja është vula e fitores mbi mëkatin. Kryqi paguan borxhin. Ringjallja tregon se vdekja u mund dhe fitoi e vërteta dhe fitoi drejtësia. Shënqëri i Jeruzalemit thotë se ringjallja është prova se flijimi i Krishtit u pranua nga Ati. Pra, vërtet Krishti u kryqëzuar në kryq dhe me gjakun e tij shpagoi mëkatet, po si u vërtetua që vërtet kjo ishte e pranueshme nga Perëndia. Kur Krishti u ngjall dhe Krishtin si njeri e ngjalli Perëndia, pra Perëndia ngjalli Krishtin, Krishti ngjalli veten, sepse Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë që ngjalli trupin e Krishtit është një Perëndi, një qenie hyjnore në 3 persona. Pra Ati vepron me anë Birin dhe Shpirti i Shenjtë, dhe ku bëhet fjala edhe për njerëzimin, edhe për vdekjen dhe ngjalljen e trupit të Krishtit. Prandaj falja nuk është vetëm një ndjesi ose një autosuggestion që ne i bëm vetes, si ne jemi të falur, jemi të vetë shpëtuar, unë jam i liruar, janë disa metoda që bëjnë disa psikologë ose disa të tjerë format alternativa tjera që janë sa qeshërake dhe të pavërteta, por falja e mëkateve tona, qetësia dhe paqja shpirtërore erdhin nga një veprim konkret, pra Krishti u kryqëzua në kryq, dhe jo vetëm u kryqëzua në kryq, dhe mbeti në varr, sepse atëherë ai ishte thjesht një
një njeri që pati një fund tragjik, por Krishti u ngjall për treguar triumfin mbi djallin, mëkatin dhe vdekjen. Që këta janë tre armiq më të mëdhenj të njerëzimit që askush nuk i mundi përveç Krishtit, me që u kryqëzua, vdiq dhe u ringjall. Por le të flasim dhe për vargjet më poshtë. Jemi në vargun 18, edhe ata që fjetën në Krishtin janë të humbur. Si të kuptojmë këto fjalë? E të shpjegojnë se fjetën është një mënyrë të krishterëve që folën për vdekjen. Për shembull, Krishti tha për Lazarin, Lazari po fle, pra sepse kishte parasysh ngjalljen e Lazarit, dhe Krishti e tregoi vdekjen si një gjumë me një komë të gjatë. Prandaj edhe në krishterim varreza quhen qimitir, fjetore, sepse vdekja nuk është fundi përfundimtar, por është një proces. Nëse nuk do të kishte ringjallje, atëherë edhe shenjtorët që ishin larguar nga kjo jetë, pra besimtar në Krishtin, do kishin humbur çdo shpresë, sepse do ishte e kot vdekja e tyre për Krishtin. Pra ata do përfundonin në varr dhe asgjë. Por ata, shenjtorët, martirët, oshënarët, vdiqën në emër të Krishtit, me Krishtin, sepse ata besonin në ngjalljen e të vdekurve. Ky varg i jep kuptim të gjithë varrimeve të krishterë. Të vdekur nuk shihen si të zhdukur përgjithmonë, por si ata që presin ngjalljen. Prandaj, edhe trishtimi i tepër, dëshpërimi, nuk është i lejuar në një varrim të krishterë. Patjetër që do kemi lot, si qau edhe Krishti për Lazarin, sepse vdekja është një ndarje, por ne kemi shpresën e ringjalljes. Prandaj dhe gjithmonë sa herë që thuhet shërbesa e të vdekurve ose atyre që largohen nga kjo jetë, njerëzit ndjejnë një ngushëllim. Pse? Sepse është hiri i Shpirtit Shenjtë që vjen nëpërmjet lutjeve që bën kisha që të ngushëllojë besimtarët me shpresën e ngjalljes. Pra ai njeri që është larguar tani nga ne dhe do varroset, ai do të shfaqet përsëri dhe përsëri do të takohemi. Dhe kjo është shpresa e ngjalljes, por nuk është një mit, kjo është një realitet. Ashtu si Krishti u nda nga nxënësit me kryqëzimin e tij, me vdekjen dhe varrimin e tij, por ai prapë u shfaq te nxënësit dhe i dha gëzim nxënësve kur ata e pan të ngjallur. E njëjta gjë do ndodhi edhe me ata që janë larguar nga kjo jetë, kanë fjetur në Zotin, pra kanë vdekur, janë varrosur, por do dalin nga varret me urdhër dhe zë kryejëngjëlli në ditën që do të vi Krishti për të gjykuar të gjallë dhe të vdekur, dhe kështu do bëhet takimi i gjithë njerëzve të gjallë dhe të vdekur, dhe të gjithë do të jenë bashkuar me njëri tjetrin dhe të bashkuar në Krishtin për jetë të përjetshme. Por le të flasim edhe për vargun 19, që është dhe vargu i parafundit. Në qoftë se shpresojmë në Krishtin vetëm në këtë jetë, ne jemi më të mirët e gjithë njerëzve. Ja një e vërtet jashtëzakonshme që na i thot apostull Pavli. Shënjangu i arti kujton se apostullt përballuan për vdekje, burgime, martirizime. Nëse nuk do të ketë jetë të arshme, sakrificat e tyre do të ishin pa kuptimte. Pra, të krishterët nuk janë budallënj, nuk janë njerëz të cilët sakrifikojnë për asgjë. Patjetër që ata sakrifikojnë për gjë shumë të madhe. Pra, sakrifikojnë për dashurinë e Zotit, që dhe kjo dashuri e Zotit është një dashuri reale në Krishtin e kryqëzuar por të ringjallur, shpresojnë në jetën e përjetshme, shpresojnë në shpërblimet dhe lumturinë e përjetësisë. Prandaj pranojnë gjithë sakrificat dhe ato sublime. Se nëse nuk do kishte jetë mas vdekjes, atëherë për çfarë do ishin bërë gjithë ato sakrifica? Për çfarë do ishin martirizuar gjithë ata martirë? Vetëm 3 shekujt e parë kemi 11 milion martirë, dhe gjatë gjithë historisë, edhe në kohën e sotme ka martirë. Pse duhet vriten krishterët? Por qofse jeta përfundon në varr, prandaj ky është një paradoks i madh. Agustini shton se shpresa e krishterëve nuk kufizohet tek mirëqenia toksore, por shpresa e lumturisë përjetshme. Ungjilli nuk pretendon një jetë pa vuajtje, por pretendon se vuajtja nuk e ka fjalën e fundit. Aq më shumë dhe vdekja nuk e ka fjalën e fundit. Është një proces, është një gjumë me shpresën e ngjalljes. Dhe vargu i fundit, vargu 20, na thot: por tani Krishti u ringjall për së vdekush dhe është fryti i parë i atyre që kanë fjetur. Pra, tashmë apostull Pavli i jep dëshminë paskale për ngjalljen e Krishtit. Dhe këtu është kulmi i argumentit. Shënjangu i artit thotë se pas gjithë argumenteve logjik, apostull Pavli shpall të vërtetën me siguri, por tashti, sepse ai është i sigurt se ai e ka parë Krishtin e ngjallur. Shën Agustini shpjegon se fryti i parë vjen nga tradita biblike. Frytet e para i afroheshin Perëndis si garanci të korjes që do të vinte, si një falënderim. Krishti është i pari që u ringjall me një trup të lavdëruar dhe u mor në qiell tek Perëndia, dhe ai garanton popullin e tij të njëjtin fat që pati ai. Fjala fat
ka atë kuptim, pra do me thënë atë çfarë Krishti fitoi me ringjalljen e tij, pra që ai mori jetën e përjetshme. Dhe kjo është për të gjithë besimtarët në Krishtin dhe për gjithë njerëzimin, por ngjallja e besimtarëve në Krishtin është ngjallje jete, kurse ngjallja e njerëzve të tjerë pa besim është ngjallje vdekje, sepse ata do jenë të ndarë me shpirt dhe trup e do shkojnë në ferr dhe kjo quhet vdekja e dytë. Ky varg është themeli i shpresës së krishterë. Vdekja nuk është fundi. Ringjallja e Krishtit është garancia se ata që janë të bashkuar me të do të marrin pjesë në jetën e tij. Prandaj, etrit e kishës japin dhe disa pika themelore që ne duhet i kujtojmë. Ringjallja e Krishtit është ngjarje historike dhe themeli i besimit krishterë. Ringjallja e besimtarëve lidhet pasgjithshmërisht me ringjalljen e Krishtit. Pa ringjalljen, kryqi, predikimi dhe të gjithë misteret u mbasin kuptimin e tyre. Me ringjalljen, vdekja nuk është më fundi, por një kalim drejt jetës përjetshme, është një gjumë i përkohshëm. Prandaj, në traditën patristike, ky pasazh nuk shihet vetëm si një argument logjik, por si shpallja e shpresës së kishës. Krishti është fryti i parë, pra i ringjallur për së vdekur, dhe për këtë arsye besimtarët presin me besim ringjalljen e tyre, duke jetuar që tani në dritën e fitores së ngjalljes së Krishtit, që i pari e mundi vdekjen me vdekje dhe na dha jetën e amshuar. Amin. Ashtu siç themi edhe në përshëndetje paskale, Krishti u ngjall së vdekur me vdekjen e shkerit dhe të varrosurve jetën u fali. Amin. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.